për ndryshe shumë, as nuk e sheh e as nuk e ndjen të tillë. Sepse për herë të parë në historinë tonë 37 vjeçare, nuk po mlidhemi për të zgjedhur, po mlidhemi për të rrëzuar. Për këtë është mbledhur LDK sot, për të rrëzuar. Dhe pavarësisht rezultatit përfundimtar, që kjo ditë e sotme do ta nxjerrë, një gjë na mbetet e sigurt se në historinë politike të LDK-s 30 korriku do të mbetet si dita ku rrëzimi i kryetarit të partisë ishte motiv i mbledhjes sonë. Por kur rrëzimi është qëllimi i shtëpisë së lirisë, pavarësisë e demokracisë, kur në rrëzim e rreth rrëzimit provohet reduktohet kjo shtëpi, atëherë LDK as nuk del më e fortë, as nuk del më organizuar, e më besoni as nuk del më e bashkuar. Funksionarët partijak mund të gjejnë dhe gjuhën e përbashkimit një ditë, e kanë gjetur shpeshherë dhe kur nuk ta merr mendja. Por populli, ata që na votojnë, ata për të cilët ekzistojmë si parti, në radhë të parë, kur e sheh LDK-n kështu, ndohet nga ne. Dhe të jeni të sigurt, populli po na sheh. Të lënduar nga kuvendi si ky, mund të mbesin vetëm ne. Iniciatorët kanë mundur të presin pak muaj nga sot. Kjo karrike këtu do të ishte e lirë për secilin që mendon se e meriton. Por ja që kjo rrugë u zgjodh, tani le ta kapërcejmë dhe këtë sfidë sot me qetësi, me shumë maturi dhe me demokraci. Zonja e zotërin në përpjekje për të qenë sa më i qartë me ju, dua ta them qartë që në fillim se kjo nismë është e gabuar, është e pavend, është e pakohë. Jo sepse ka në shënjesër kryetarin LDK-s, që në këtë rast jam unë, as kush prej nesh nuk është më i madh se kjo parti, as kush prej nesh nuk është i përjetshëm në detyrat që marrim në këtë shtëpi. Kemi detyrim ta marrim këtë shtëpi kur është vështirë, e pesa kur pak kush ka guxim ta bëjë një gjë të tillë, e ta lëmë më mirë se sa e kemi gjetur një ditë. Dhe në këtë rrugë të sillemi veç me dinitet për peshën e madhe, cilët pasardhësit e kryetarit Ibrahim Rugova duhet ta ushtrojnë. E konsideroj të gabuar këtë kuvend sepse vjen në mënyrë të njëanshme, vjen në një kohë të ndjeshme për vendin, vjen në një periudhë përcaktuese për partinë tonë. E konsideroj të gabuar këtë kuvend sepse vjen vetëm pak muaj pasi mbajtëm kuvendin e jashtëzakonshëm të LDK-s dhe vetëm pak muaj para se të kemi kuvendin e rregullt të zgjedhjeve të brendshme të LDK-s. Më 31 janar këtij viti, ende pa u bërë 6 muaj, 5 muaj e 30 ditë saktësisht, si refleksion ndaj rezultatit më të rëndësishëm se sa që ky që kemi sot. Ne zgjodhëm verdiktin për